Një prej indikatorëve shumë të rëndësishëm sa i përket shëndetit mendor është gjumi. Është gjumi. Po. Nëse e shohim se po fillojmë me fjetë ma gjatë, ose me vujt për gjumë, me fjetë ma pak. Mandej një indikator tjetër është edhe mënyra se si ushqehemi. Po marrim ushqim pa kontroll, ose po ushqehemi fare pak. Këto janë shenja që duhet me u pyet se gjithmonë ekziston një arsye. Pse? Nuk është një alarm për t'u friksu, por është një alarm për ndërgjegjësim edhe për një kujdes më të madh. Mandej shpesh në këtë dinamikën tonë të përditshme është ul mjaft shumë edhe pragu i durimit që mundi me e pa nëse ndaleni edhe i kaloni 5 minuta para një semaforit, keni me e pa njerëzit e kanë një mungesë theksumi të durimit.